Nuk e di pse, por në këtë vend artisti nuk është kurrë në qendër të vëmendjes. Në kohën kur duhet të ishte zëri i shpirtit, ai është kthyer në një zë të sfondit. Sepse në Shqipëri, politika e ka vunuar artin. E ka dashur edhe e do vasal, e do të bindur, që të lutet për një fond, për një projekt, për një skemë. Politika e do artistin jo partner, jo rival, por thjesht dekor. Një dekor në foto duke mbjell pemë, që poston edhe riposton kur u duhet atyre, edhe hesht kur i kërkohet. Sepse politika nuk do rival, dhe artisti për të është rivali më i rrezikshëm. Sepse artisti zë skena, i pushton mendjet, fiton me fjalë shpirtin, dhe nuk e fiton me pushtet. Edhe kjo i trëmbë. Unë vi nga teatri. Nga ai teatri që të bën njeri. Për të ngrënë e për të shumuar e bëjnë edhe kafshët. Por teatri jo. Sepse teatri është ushqimi i shpirtit. Por ja që politika i shëmb edhe teatrit. A mund të ndryshojë një artist një qytet, një vend? Edhe nuk është se ka ndonjë rregull për këtë, sepse kemi parë aktorë që u bë hero në luftë, Zelenskin. Por gjithashtu kemi parë edhe një piktor që u bë kryeministër, edhe që sot fatkeqësisht drejton një vend me më shumë varfëri, me më shumë korrupsion, me më pak liri. Pra, nuk mjafton vetëm të vish nga arti. Duhet të kesh brenda edhe të mos e humbasësh shpirtin e artit. Ato që ty të bën njeri. Empatin, ndjeshmërinë, aftësinë për t'i parë njerëzit jo si spektatorë të suksesit tënd personal, por si bashkaktorë në këtë qytet. Tirana na ka mësuar që arti nuk bën dot ndryshim duke lyer fasadat e pallateve. Por arti mund të bëjë ndryshim duke përmirësuar jetën e zbukuruar shpirtin e atyre që jetojnë brenda atyre mureve, pas atyre fasadave. Atëherë ndoshta mund të bëjë një ndryshim të vërtetë. Një artist në politik mund të bëjë një ndryshim të madh për mirë ose një ndryshim të madh për keq. Por pyetja është, ti je artisti njerëzve, apo je artisti salloneve? Sepse artisti i salloneve ndryshon kornizën e mur, kurse artisti njerëzve ndryshon jetët e tyre.